Urina juaj është e turbullt, kujdes, ja çfarë po i ndodh trupit tuaj. Sëmundje kronike të veshkave. Një sëmundje e tillë konsiston në rënje progresive të aftësisë së veshkave për të kryer një nga funksionet kryesore, filtrimin e mbetjeve të metabolizmit nga gjaku, çka çon në nxjerrjen e proteinave, dhe kjo është arsyeja pse urina juaj ka atë ngjyrë. Gur në veshka. Kur gurët lëvizin, shkaktojnë gërvishtje të vogla që shkaktojnë gjak në urinë dhe e bëjnë atë që të duket e turbullt. Diabet. Në qoftë se përpos urinës së turbullt ndjeni vazhdimisht etje dhe urinoni shpesh, një kontroll mjekësor do të sugjerohet me patjetër. Nëse deri më sot nuk keni ndalur për pak qaste t'i kushtoni vëmendje urinës tuaj, duhet që ta bëni tani. Nuk e merrni dot me mend se sa shumë gjëra mund të arrini t'ju tregoj ajo për shëndetin tuaj.